3 qershor, të lësh një trashëgimi. Por ti ik thjellët në të gjitha, hiq keq, bëj punën e ungjilltarit, përmbushe shërbimin tënd. 2 Timoteut 4:5. Secili prej nesh po lë pas një trashëgimi. Çdo ditë po shtojmë diçka në portretin e jetës sonë dhe, në fund, ato që lëm pas, vendimet, kontributet, përparësitë tona, do të mbeten, të paktën për një farë kohe që të tjerët të reflektojnë mbi to dhe t'i marrin parasysh. Në fund të letrës së dytë që Pali i drejton Timoteut, gjejmë fjalët e një burri të moshuar, jetës së të cilit po i vinte fundi. Se unë tashmë po derdhem si ofertë pijeje, thot ai, dhe koha e nisjes sime është afruar. 2 Timoteut 4:6. Në këtë kontekst, ai e nxit Timoteun që t'i marrë seriozisht përgjegjësitë e tij, të marrë parasysh trashëgimin që po lë pas dhe të mendoj si për trashëgimit e dobishme, ashtu edhe ato të dëmshme që lanë pas shumë nga personat me të cilët u takua Pali. Në kapitullin hyrës, Pali i kishte kujtuar Timoteut që i kthyen shpinën të gjithë ata në Azi, ndër të cilët janë Figeli dhe Hermogeni. 2 Timoteut 1:15. Këta individ përmenden vetëm një herë në Bibël, dhe kjo është për të regjistruar faktin që ata braktisën një njeri në nevojë. Pali e paralajmëron gjithashtu Timoteun që të jetë vigjilent në lidhje me njerëz si Himeneu dhe Fileti, fjala e të cilëve do të ketë përhapje si gangren, edhe të cilët u shmangën në lidhje me të vërtetën. Ose si Aleksandri, bakërpunuesi, i cili, thot Pali, më bëri shumë të këqija. 2:17 deri në 18 dhe 4:14. Kur shikojmë portrete që këta individ lanë pas, ne dallojmë një trashëgimi dezertimi, mësimi të rrem dhe kundërshtimi të ungjillit. Por letra e Palit është gjithashtu e mbushur me raste ku ai përmend njerëz që lanë trashëgimi të frytshme dhe të dobishme. Për shembull, Loide dhe Eunike treguan besim të sinqert, për të cilin Pali është i sigurt se tani gjendet edhe te pastori i ri Timote. 2 Timoteut 1:5. Po kështu, Pali e nxit nxënësin e tij të ri të kujtojë Onesiforin, për të cilin thot: "Shpeshherë më këndelli dhe nuk pati turp për zinxhirët e mi. Përkundrazi, kur u ndodh në Rom, më kërkoi me zell dhe më gjeti." Vargjet 16 deri në 17. Onesifori la pas një trashëgimi besimi, udhëzimi dhe bindjeje. Nëse ai thoshte se do të ishte diku, ai ishte atje. Ai ishte një burr tek i cili Pali mund të mbështetej plotësisht. Të gjithë po lëm pas një trashëgimi. Kur dalim nga një dhomë, ne ose lëm pas aromën e Krishtit që përhap kudo njohjen e tij, 2 Korintasve 2, 14 deri në 16, ose lëm aromën më pak të këndshme të lartësimit të vetes, ose bëshllëkun kur nuk themi dhe nuk jemi asgjë. Një trashëgimi besnikërie, perëndishmërie, mirësie, butësie, ndershmërie, integriteti, dashurie dhe paqeje është një trashëgimi që do të mbahet mend me dashuri. Por më e rëndësishmja është që ajo do t'i drejtojë njerëzit tek ai, jeta e të cilit ka më shumë rëndësi, te Zoti Jezus. Trashëgimia është tërësia e vendimeve të përditshme për të sjellë një ndryshim për Krishtin, për ta dashur atë dhe të afërmin ton, për të kërkuar paqen dhe për të folur për të. Sot do të ndërtoni një pjesë të vogël ose ndoshta të madhe të trashëgimisë suaj. Prandaj, bëni atë punë që Perëndia ka përgatitur për ju dhe sillni një ndryshim për të. Në fund të fundit, asnjëherë nuk do ta dimë se kur do ta bëjmë depozitën përfundimtare në trashëgimin që po lëm pas.